sepse ai përmendi edhe pak më parë që duhet të ketë një orientim ku vetë qeveria të orientojë deri diku dhe fermerët për shembull për kultivimin e drithrave. Ne jemi një tokë e cila mund të prodhojmë drithra dhe shohim që fermerët tonë ndonjëherë janë dhe të paorientuar më pas në pra në çmimet që ato kanë dhe për shkak të mungesës së subvencioneve të mjaftueshme kanë produkte me çmime tepër të larta. Po në rast të krizash, siç u pa tek lufta Rusi-Ukrainë, ne pam që ne u shqetësuam pra si vend se do të kishim dhe mungesë oferte të drithrave dhe si pasojë dhe rritje çmimesh. Kështu që unë mendoj që duhen dhe në bujqësi të ketë një studim tregu dhe një orientim që patjetër që mund ta bëj dhe qeveria, pastaj do të ndihmoj fermerët dhe më pas dhe të subvencionoj te ato produkte që shikohen si shumë të rëndësishme në fakt për vendin, në rast luftash apo probleme të tjera gjeopolitike. Romina, në 2-3 ditë e fundit, Autoriteti i Konkurrencës ka shpërndarë 2 njoftime për mediat për shtyp me idenë e monitorimit të tregut. I pari ka qenë monitorimi i tregut të karburanteve, shitja me pakicë, nëse ka abuzime apo spekulime me çmime, dhe i dyti ka qenë për tregun e shitjes së bukës në qytetin e Korçës, pra rritja 30 lek për bukë brenda një dite. A mendon se një autoritet konkurrence, për sa kohë ne nuk kemi një institucion që të kontrollojë gjithmonë tregjet në raport me lidhjen me rritjen e